Usteci, një nga vendbanimet më piktoreske në juglindje të Shqipërisë, gjithnjë e më tepër po fiton vëmendje. Kjo hapësirë ofron një kombinim unik të natyrës së virgjër, historisë së lashtë dhe kulturës së pasur. Liçeni i Prespës me ujin e kristalt dhe peizazhet e mrekullueshme është magnet për turistët që kërkojnë qetësi dhe relaks. Rrethuar me male të larta dhe pyje të gjelbëruara, zona është perfekte për ecje në natyrë, shëtitje me varg, mbrojtim të zogjve, pasi është pjesë e një prej zonave më të rëndësishme të biodiversitetit në Ballkan. Veç kësaj, në këtë zonë ndodhen objekte me vlera të mëdha historike, si kisha të lashta të periudhës bizantine, shpella të gdhendura në shkëmbë dhe rënoja që dëshmojnë për një të kaluar të pasur. Deri në muaj maj, në Bashkimin Buzet kanë ardhur rreth 13.000 turistë. Përgjithsisht Prespën e frymëtojnë francezët, gjermanët, këta më shumë, po vinë belgjanë, holandezë, vinë polakë, çekë, austriakë, edhe Ballkanës. Prespa i ofron si turistëve të huaj dhe vendës një kulinari ndryshe. Kryesore kuptohet të gjithë njerëzit këtu vinë për tavën e krapit. Ne kemi dhe gatime të krapit, më quhet areng ose pasarma, që nuk e bëjnë të tjerë, është të tjerë nuk e kanë dëgjuar. Ne gatuajmë. Së fundmi, zona u vizitua nga një grup turistësh gjerman. Grupi është një grup i cili vjen nga vende ndryshme të Gjermanisë, prejardhja është Gjermania, vende gjermanfolse. Janë grupe të cilat unë shoqëroj gjithmonë edhe që vinë me shumë dëshirë në vendin tonë. Edhe vizita e sotme ishte një nga vizitat më të veçanta, sidomos në parkun më të madh kombëtar që ne kemi, parkun e Prespës. Ne vim nga qyteti i Korçës, jemi ndalur në kishën e Maligradit, kishën mesjetare dhe tani do të drejtohemi drejt Voskopojës. Nuk kam qenë asnjëherë më parë këtu dhe qenë ka një vend i mrekullueshëm. Më pëlqen se mund të relaksohesh në këtë natyrë magjepsëse. Vizitorët mund të qëndrojnë në bujtina tradicionale dhe të shijojnë gatime lokale me produkte bio.